përshëndesja të gjithëve ju që jeni sot këtu me ne. Sot për ne është një ditë shumë e rëndësishme sepse është dita e eliminimit të dhunës ndaj grave. Dhe organizata në gjatë Albania mban këtë ditë konferencë dedikuar kësaj dite kaq të rëndësishme. Më falni për emocionet. Duke qenë se bëhet fjalë për një temë që realisht të prek shumë, edhe unë kam shumë të vështirë të flas sot, por sot ne jemi këtu për t'i thënë bashkë dhunës jo. Ky event nuk është thjesht një takim. Ky është premtim që ne si shoqëri nuk do të jemi më spektatorë. Le të jetë ky event një trit për ato që jetojnë në errësirë. Le të jetë një hap i vendosur drejt një shoqërie më të drejtë dhe më njerëzore. Faleminderit që jeni sot këtu. Faleminderit që bashkë me ne bëni zëri i grave që nuk dëgjohen. Faleminderit që jeni pjesë e hapave për ndryshim. Së bashku ne mund ta dalim dhunën. Së bashku ne mund ta fitojmë këtë betejë dhe vetëm së bashku. Tani do doja të ndalesha tek pjesa më e bukur e panelit dhe unë do doja që secili prej tyre t'i falenderoj që janë sot këtu me ne. Një dorëvërkitje për panelistët. Pjesë të panelit në këtë ditë kaq të rëndësishme, unë kam Ela Dedën, kriminologe në shoqatën e gjatë, dhe prezantuese në televizionin ITV, që me shumë profesionalizëm ka mundur refugjatët iranian brenda çdo fushë ligjore dhe tashmë është një figurë shumë e rëndësishme në televizionin ITV. Një dorëvërkitje për zonjën Ela. Një dorëvërkitje tjetër shkon për Etiona Serrani. Një aktiviste dhe antare e shoqërisë civile dhe gjithashtu ka bashkëpunuar me institucionet më të rëndësishme në vend. Do t'i vjoja më pas me Kristina Korra, gazetare dhe prezantuese në Top Media. Kemi nderin dhe kënaqësinë më të madhe që sot është një vajzë e talentuar mes nesh të bëhet forcë me fjalët e saj në këtë konferencë. Më pas do të vazhdojmë me Klea Kaloti, e cila është modele dhe figurë shumë e rëndësishme në industrinë mediatike dhe modelingut, dhe falenderojmë për pjesëmarrjen e saj. Së fundmi, për ju nga rëndësia, është pjesë e panelit dhe Amarita Mamaj. E cila është specializuar si punonjëse sociale dhe ka ndërvepruar në këtë fushatë dhe shumë të ngjashme se shoqata e gjatë, është kënaqësi që t'jesh sot këtu me ne. Me sa po shoh paneli toni është bashkuar dhe një tjetër quajtur Denisa Kaloti, e cila është specialiste pranë Bashkisë së Tiranës dhe një figurë e rëndësishme e temave ndërkombëtare, e cila ka prekur dhe Parlamentin Evropian me shumë struktura të tjera. Një dorëvërkitje. Kjo ishte dhe
Paneli jonë i mrekullueshëm, u po e shoh të gjithëve që shkëlqeni. Faleminderit edhe një herë që jeni këtu sot me ne.